Ku na doli Slovenia mike, jo bashkëmike e deri në drejtim të armikës. Tifozëve kosovar nuk i lënë flamujt në Sloveni, madje filluan mu prek fizikisht. Flamujt e Shqipërisë dhe të Kosovës përfunduan në pako. Edhe kjo, që abden shtetet pavarur në atanat, marrëveshje bilaterale, tanat mirat, flamujt e përfaqësojnë shtetin, nuk ka qenë lojë e ekipeve, po ka qenë lojë mes shteteve. Qytetarëve ju largohen targat, tabelat e makinave, ja vjedhin, ja hekin, ja vgjujnë, gjë që ju bën jashtëzakonisht problem, se ata duhet mu kthy në Kosovë, pra menoj sa problemi ju ka dalë. Ama në fund ditës e mira është kështu. Shqipëria në play-off, edhe Kosova në play-off. Po mëre shqiptarët gjithë kanë me pas probleme, po thuaj se me gjithë botën, pak kena miq e shumë armiq, po kur të bëhemi bashkë gjithë ja dalim.